papritur dhe poshtërim. Në shtëpinë e madhe të milionerit Ardian Dervishi, gjithçka dukej perfekte dhe e kontrolluar. Dritat kristal, tapetet e trash dhe mobiljet luksoze krijonin një atmosferë që dukej si e shkëputur nga realiteti. Por mes kësaj bukurie, një tension i padukshëm po përhapej në çdo dhomë. Pastruesja e shtëpisë, një grua e thjeshtë me përvojë shumëvjeçare, kishte qenë pjesë e rutinës së përditshme të familjes Ardiani për disa muaj. Ajo i dinte të gjitha këndet e shtëpisë, çdo dhomë dhe çdo detaj të vogël që mund të shpëtonte nga një pastrim i shpejtë. Por asgjë nuk e kishte përgatitur për momentin kur e reja, gruaja e re e milionerit, do të hynte në jetën e saj me një mënyrë që ajo nuk e kishte pritur. Gruaja e re, e veshur me rroba të shtrenjta që shkëlqenin në dritën e kristalit, kishte një pamje mbresëlënëse, por pas asaj bukurie të jashtme, fshihej një natyrë e ftohtë dhe e ashpër. Ajo e shikoi pastruese nga maja e kokës deri te këmbët, dhe buzëqeshja e saj e hollë kishte diçka përbuzëse. Unë kam dëgjuar që ti nuk je shumë e kujdesshme me pastrimin, tha gruaja e re. Zëri i saj i butë duke fshehur sharjet nën tonin e buzëqeshjes. Pastruesja u trondit. Ajo nuk e kishte pritur një konfrontim kaq të drejtpërdrejtë. Ndërsa përpiqej të mbante qetësinë, zemra e rrihte me shpejtësi dhe duart i dridheshin lehtë. Gruaja e re e hodhi një sy në tavolinat e pastra dhe në dyshemet e lëmuara. Nëse nuk mund të bësh këtë punë si duhet, tha ajo, mund të shohim dik tjetër. Fjalët e saj nuk ishin thjesht paralajmërim. Ato ishin një goditje që lëndoi krenarinë e pastrueses. Ajo ndjeu një dhimbje të thellë që vinte nga një kombinim i poshtërimit dhe frikës për vendin e punës. Pastruesja përpiqej të gjenin fjalë për të mbrojtur veten, por çdo përpjekje dukej e vogël dhe e pavlefshme përballë arrogancës së gruas së re. Ajo që më shumë e shqetësonte nuk ishte vetëm kritika. Ishte mënyra se si gruaja e re e shikonte, një kombinim i mosbesimit dhe përçmimit që e bënte pastruesen të ndihej si një huaj në vendin ku kishte punuar kaq shumë për vite. Në ato momente, ajo kuptoi që shtëpia e milionerit nuk ishte thjesht një vend pune. Ajo ishte një arenë ku fuqia dhe paraja mund të ndryshonin marrëdhëniet dhe ku respekti nuk vinte automatikisht me vite eksperiencë. Çdo lëvizje e pastrueses tani ishte në një luftë të ashpër, dhe çdo gabim, edhe më i vogli, mund të shndërrohej në një poshtërim publik. Gruaja e re u largua duke lënë pas vetëm një fshirje me buzëqeshje të ftohtë dhe një ajër përbuzjeje. Pastruesja qëndroi aty për disa çaste, duke përpiqur të përtypte fjalët që nuk mundi t'i thoshte dhe të menaxhonte ndjenjat e saj. Ajo e dinte që dita që sapo kishte filluar do të ishte një test i vështirë i durimit dhe i forcës së karakterit të saj. Në pjesën tjetër do të zbulojmë se si pastruesja përpiqet të ruajë dinjitetin e saj, përballë poshtërimeve të vazhdueshme, dhe si marrëdhënia me gruan e re fillon të marrë një kthes të paparashikuar. Lufta për dinjitetin. Ditët pas përballjes së parë ishin të vështira për pastruesen. Çdo mëngjes ajo hynte në shtëpinë e milionerit Ardian, Dervishi me një ndjenjë të dyfisht, dëshirën për të bërë punën më të mirë dhe frikën e vazhdueshme nga poshtërimi i gruas së re. Çdo hap, çdo pastrim dhe çdo organizim i dhomave të shtëpisë ishin tani në një presion të paparë. Gruaja e re, me një sy kritik dhe një buzëqeshje të ftohtë, nuk i kursente komentet e ashpra. Ajo kishte një mënyrë të veçantë për të poshtëruar pa përdorur fjalë të rënda. Një ngritje vetullës, një shikim i gjatë dhe i gjakftohtë, ose një thënie e vogël që dukej e rastësishme, por që mbante në vete poshtërim të thellë. Për pastruesen, çdo koment i tillë ishte një goditje që përziente frikën me zemërimin dhe dhimbjen e brendshme. Një ditë, ndërsa pastruesja po vendoste tavolinat në dhomën e pritjes, gruaja e re hyri papritmas dhe hodhi një shikim në tapetin e lëmuar. Si është e mundur që edhe ky tapet ka një njoll? Tha gruaja, zëri i saj duke i qetë, por çdo fjalë shpërndante ftohtësi. Nuk po më duket e punuar si duhet. Pastruesja u ndal për një çast, zemra e rrihte me shpejtësi, por ajo përpiqej të ruante qetësinë. Do ta pastroj menjëherë, zonja, tha ajo me zë të qetë, por i dridhur nga emocionet. Por gruaja e re nuk u largua menjëherë. Ajo u afrua ngadalë dhe hodhi një shikim të gjatë nga koka tek këmbët. Shiko, tha ajo, nëse do të punoje këtu, duhet të jesh e përkushtuar deri në detajin më të vogël. Nuk ka vend për gabime, e kuptove? Pastruesja, ndonse e lënduar, kuptoi se kjo nuk ishte thjesht kritika. Ishte një provë. Një provë për durimin, për përqendrimin dhe mbi të gjitha, për forcën e saj për të ruajtur dinjitetin. Ajo vendosi të mos e lejonte poshtërimin ta shkatëronte. Me një frymë thellë, ajo u përgjigj: "Po, zonja, nuk do të ketë më njolla." Këtë përgjigje gruaja e re e mori si sfidë.
Por diçka u ndryshua brenda saj. Një farë respekti i heshtur filloi të lindte, sepse pastruesja nuk i kishte dhënë asnjë moment shansin ta shihte të dobët. Ajo nuk qante, nuk u lëriti, dhe nuk u tërhoq, vetëm qëndroi e fortë, me krenari, edhe kur u poshtërua. Ditët kaluan dhe marrëdhënia mes tyre filloi të marrë një dimension tjetër. Gruaja e re vazhdonte të testonte durimin e pastrueses, por secili test e bënte pastruesen më të aftë dhe më të vendosur. Ajo mësoi të menaxhonte tensionin, të ruante qetësinë nën presion, dhe madje të reagonte me takt dhe maturi ndaj poshtërimeve. Në thelb, gruaja e re po mësonte të respektonte pastruesen jo vetëm për punën e saj, por edhe për forcën e karakterit që ajo tregonte. Megjithatë, tensioni dhe sfidat nuk ishin larg. Çdo ditë sillte situata të reja që kërkonin që pastruesja të mbante ekuilibrin midis respektit dhe mbijetesës emocionale. Në këtë fazë, pastruesja kuptoi një të vërtetë të rëndësishme. Në një shtëpi të madhe dhe me njerëz të pasur, fuqia nuk matet vetëm me para, por me kontrollin e situatave dhe aftësinë për të imponuar respekt. Dhe ajo ishte gati të provonte se mund të rezistonte, pavarësisht nga poshtërimet. Përballja dhe rikthimi i respektit. Ditët e poshtërimeve dhe sfidave kishin kaluar, dhe pastruesja kishte mësuar çdo nuancë të shtëpisë së milionerit Ardian Dervishi dhe sjelljeve të gruas së re. Ajo kishte mësuar të mbante qetësinë, të vepronte me takt dhe, më e rëndësishmja, të mos lejonte që poshtërimet ta thyenin. Por ajo nuk e dinte se momenti vendimtar po afrohej. Një ditë, gruaja e re u përball me një problem që nuk mund ta zgjidhte vetë. Një aksident i vogël kishte shkatëruar pjesën e jashtme të një prej dhomave të saj të preferuara. Ai tapet luksoz që kishte bler vetëm disa javë më parë ishte njollosur dhe kishte filluar të përhapej një erë e pakëndshme. Gruaja u tensionua, e pa se askush nuk mund të shpëtonte situatën më mirë se sa pastruesja. Pastruesja hyri në dhomë, pa u trembur nga nervozizmi i gruas së re. Me një qetësi të habitshme, ajo filloi të rregullonte gjithçka. Pastronte tapetin me duar të përkushtuara, lëmonte dyshemen dhe vendoste çdo mobil në vendin e tij. Nuk ishte vetëm pastrim. Ishte një akt i përqendrimit dhe i profesionalizmit që tregonte eksperiencën dhe respektin për detajin. Gruaja e re e shikoi nga një cep, dhe për herë të parë pa tek pastruesja jo vetëm një punëtore, por një grua me forcë, durim dhe aftësi për të përballuar sfida që ajo nuk mund t'i menaxhonte vetë. Për një çast, ajo mbeti pa fjalë, duke kuptuar se poshtërimet dhe komentet e ashpra nuk kishin shkatëruar pastruesen. Ato e kishin bërë më të fortë. Unë nuk e prisja që do ta bënit këtë kaq mirë, tha gruaja e re. Zëri i saj i butë tani pa ftohtësi. Më keni treguar që keni diçka që nuk shikohet nga jashtë. Pastruesja buzëqeshi lehtë, duke kuptuar se fjala e saj e parë e fortë nuk ishte më e nevojshme. Ajo nuk kërkonte respekt përmes fjalëve. Respekti ishte fituar me veprime. Dhe në atë moment, gruaja e re filloi të kuptonte se fuqia nuk është vetëm arrogancë, por edhe aftësia për të njohur dhe respektuar forcën e të tjerëve. Nga ajo ditë, marrëdhënia mes tyre ndryshoi. Gruaja e re filloi të tregonte më shumë konsiderat, ndërsa pastruesja ruajti krenarinë dhe profesionalizmin e saj. Ato nuk u bën shoqe të ngushta, por një respekt i heshtur dhe i palëkundur u formua mes tyre, një marrëdhënie që u bazua në njohjen e forcës dhe karakterit të secilës. Në fund, pastruesja kuptoi një gjë të rëndësishme. Nuk është rëndësi vetëm të punosh për pasurinë e të tjerëve, por të ruash dinjitetin tënd, pavarësisht nga sfidat dhe poshtërimet që mund të vinë. Dhe ndonjëherë, një moment i vetëm i profesionalizmit dhe guximit mund të ndryshojë të gjithë perceptimin e dikujt tjetër. Në këtë mënyrë, historia përfundon me një mesazh të fuqishëm. Durimi, profesionalizmi dhe respekti për vetveten mund të kthejnë poshtërimet në njohje dhe respekt të vërtetë.